Fitoria e madhe e Shqipërisë në Serbisë ka hapur rrugën drejt një objektivi historik. Kombëtarja Kuqezi është tashmë shumë pranë sigurimit të vendit të dytë në grup, një pozicion që praktikisht na çon në fazën e play-offit për kualifikimin në kampionatin botror. Llogarit janë të qarta, mjafton që Shqipëria të mposhtë Andorrën në transfert dhe Serbia të mos fitojë në transfertin kundër Anglisë, që Kuqezi të mbyllë matematikisht çështjen e vendit të dytë. Nëse Serbia arrin fitoren në tokën angleze, atëherë Shqipërisë do të duhet të marrë të paktën një pikë kundër Anglisë për të ruajtur pozicionin. Vendi i dytë nuk mjafton për kualifikimin e drejt për drejt. Shqipëria kalon në fazën e play-offit ku 12 kombëtare do të ndahen në 3 mini turne dhe vetëm fituesit e secili turne do të sigurojnë biletën për në botror. Sipas rregullorës së gjysmëfinaleve të play-offit, ekipet e vazës së tretë do të përballen me ato të vazës së dytë. Kjo do të thotë që Shqipëria mund të përballet me 1 nga 4 kundërshtarët e mundshëm, që për momentin janë Uelsi, Skocia, Hungaria dhe Republika Çeke. Ndeshja do të zhvillohet me sistem vajtje-ardhje dhe për shkak të renditjes më të ulët të UEFA-s, Kuqezi do ta luajë në transfert. Në rast kualifikimi për në finale, stadiumi do të përcaktohet me short dhe mund të jetë dhe stadiumi Erol Benja. Në finale, Kuqezi mund të përballet me 1 nga fituesit e çifteve të vazës së parë apo të katërt, që do të thotë se rivalet e mundshëm për biletën e botrorit mund të jenë Italia, Turqia, Ukraina apo Polonia.